Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Derisa nga gjeta, zoti mas. Emocionet të papërshkrueshme sot me mua për të më mbështetur është ai që i ka dhënë shpatullën gjithë këtë sezon këtij programi. Denis Taullaj, po jam me veten sot. Por jo i vetmuar, se sot me mua është si gjithmonë stafi i mrekullueshëm i Menderjush dhe ajo që ka qenë shpatulla e heshtur mbrapa kamerave, krau im I djathtë, Melisa. Melisa si je? Duar trokas për veten më në fund se gjithmonë duar trokas për të ftuarit. Je mikrofonuar? Jam mikrofonuar apo jo vini? Në çfarë vendi apo s'ka vend? Okej, nisëm bar. Melisa si je? Nisëm shumë bar. Më duket si ato radiot. Dua të bëj radio, dua të marr telefonat. Do ta nisim. Dhe shkruaj një telefonat. Melisa si je zemër? Nga po na telefonon? Denis, përshëndetje, ju telefonoj nga mbrapa kamerave. E ndi që jeni nga Elbasani, më jeni tekst. Kemi dikë nga Elbasani. Ç'bëhet anë nga Elbasani? Mundova ta kamufloj, po. Por di që nga lezetshëm. Do le, ku di ju që më doni, më adhuroni, nuk e di vdisni për mua. Më shkruani sot nëse doni të bëjmë ne kështu në telefonat. E di që do t'i pres disa. Nëse. Melisi, gati të kënaqesh sot me mua? Po besoj që po. Shiko, më mirë se çunat e Comedy Thursday do jesh, kështu që. A thua? Përveç Panajotit. Po përveç Panajotit gjithmonë. Si ke qenë me këtë situatën që po ndodh? Ore, ke dalë në çik protesti? Se un kam folur shumë, fola edhe Pardiet e Dalina. E thash që shkoj çdo ditë nga 20 minuta. Me thënë të drejtën nga më dalë, nuk kam dalë çdo ditë, si puna jote, se kemi qenë shumë të angazhuar me punën me Menderjushin, po jemi munduar që të jemi lodhemi më këtu, mundohemi, djersat e bytha e këto. Po. Po jam e sigurt që lodhemi më pak se ata që bën 15 kilometra deri në Rinas. Pa çka, e folëm me Dalinën, atë kot më morë gjitha temat e mira ajo. Ti nuk ta ndi zërin aq të ikur, se disa e kanë zërin e qiell. Po se di, unë sigurohem që të bërtas nëpërmjet votës zakonisht, në protestë. Ti vërtet vetëm për Cristiano Ronaldo se ti e pe që u dolën kundër ata, vajtën aty ata u thonë kush nuk është kush kështu është shqiptar kërcena. Po nuk po e kuptoja kush ishte më shumë stadium, këta që bëshin thirrje që dukeshin sikur ishin stadium apo ne. Intimiduan keq fare ata shketët ishin sa që ishin me të dashur, ata po dolën për një birrë ata. Çur, turp, nuk e di. Ishte çik bullizuese, e kuptoj që situata është e rëndë dhe Shqipëria duhet shpëtuar dhe duhet krijuar një opozitë. Po ndoshta edhe këta që nuk dalin duat të jenë opozitë e kësaj opozitës. Vera sense? A kuptohet? Po, e kuptuam. Mund edhe kësaj opozitës së re, me në krye Fatmën edhe këta. I duhet një opozitë, po mund të jenë këta çunat me bluzat e Francës, me bluzat e Brazilit. Nuk duan olla, nuk duan, mos I ka dalë me dashur do pi birrësh kundër. Kur të krijohet partia me që do jetë Fatma ministre, ku diun, se do ishte Marini president, kryeministër, do jenë edhe këta çunat kundër. Nëse kalojmë te ngjarjet që kanë ndodhur, Parlamenti Evropian voton pro shfuqizimit të legjislacionit që lejon zhvillimin në zonat e mbrojtura. Tani çuna e pati këtë, se Melisa e di që e ka parë se ma kanë nisur. Tani puna që për këtë u gëzuan edhe njerëzit, edhe këta që protestonin, po u gëzuan edhe këta të PS-s, se kishte postuar Rama dhe Ramën e kishin bërë repost të gjithë. Kishte postuar Taulant Balla shumë I lumtur. Ka ngel gjë më pa postuar ai. Po pra, do flasim çik për Taulantin tim të mirë që poston gjëra. Po tani ç'a than këta që mund të ndërtohet në Zvërnec, por Flamingo nuk do t'i prekim. Po duke u bazuar edhe te postimi që kishte bërë Rama, I duke shumë I lumtur. Sa vdes kur fillon fjalit me duke u bazuar. E gazetaria. Duke u bazuar, ke mbaruar gazetaria? Jo, po kam punuar gazetaria. Ka një orë ju nuk e shikoni sa e bukur është, se keni atë fat. Duke u bazuar tek postimi I Ramës, ai duke shumë I lumtur dhe krenar për këtë. Po shiko, ai tani do të thënë I bie që ka ndarmën që në Zvërnec ky zotria do t'i japi drejtim. Po sigurisht. A ka njerëz që besojnë dhe shpresojnë të kundërta? Balla një ishte shumë I lumtur, do na lexosh ndonjë nga ato gjërat e Ballës sa ka bërë në gjë, se jam shumë kurioz. Tani Balla është kthyer kështu si portal njohjesh. Përshëndetje zoti deputet. Me mua ke? Shpresoj që një ditë do ta kem me ty. Po vjen. Jam një djalë familjar nga Elbasani. Jetoj prej vitesh jashtë. Jam I shqetësuar për imazhin e Shqipërisë me këto protesta. Shumë miq të huaj më thonë nuk shkojmë në Shqipëri këtë vit me pushime për situatën kaotike që po ndodh në vendin tuaj. Respekte. Po ky çai ka kthyer, këto më interesojnë shumë.
Ai thot mesazhi I ditës, domethënë okay. ai nuk e publikon përgjigjen, po thjesht krenohet dhe mundohet që t'i përcjellë një mesazh popullit. Se si çoni nga këto, I dashur ta urinoj shpesh. Nga këto, kështu, s'ma le gruaja. Nuk vetëm halle që kemi të gjithë. Tani, një mesazh që më tërhoqi tepër vëmendje. Mua ishte mesazhi këtij si lexohet emri këtij Ulsi apo Ulsi Manja. Tani Ulsi e thret Rama. Ky çfarë është tani o Marcel? Ka qenë ministri I drejtësisë apo jo? Po tani? Tani është deputet. Jo Allah Ulsiu. Ore, po ma lexoj çik këtë komentin. Ka komentuar dikush. Ulsi Manja do var. Ja, do ta nxjerrim këtu atë. Dhe ai që I përgjigjet. Po. Melisa mos e Wow. Ore, po, se e shikojmë këtu tani, ja ka shkruar pak K. Ka shkruar po ar pika. Ndoshta se ka pas për atë. Do ketë patur po mo Flori, po, ku diun, po Ari. Bravo, shpresoj që gjithë deputetët kështu përshëndetje, nuk kemi drita në Leskovik, po ma Kështu do jetë përgjigjja e gjithë deputetëve. Edhe për këtë është frymzuar po ashtu nga Taulant Ballash, edhe ai para disa ditësh që I ka kthyer përgjigje një komenti në të njëjtën mënyrë. Po, ç'po ndodh këtu më valla? I ka komentuar dikush, I ka komentuar dikush, ha, gazetarët tallin me ta. Dhe ai që I përgjigjet, vendos emrin shqiptar, se emrin e kishte emër që shqiptohet me K dhe ai ka vendosur me C. Por në fakt ata njerëz për vërtet janë edhe deputetët tanë, po duan ta kthejnë ai Oraku, para se ti I paguan rrogën aty, edhe duhet të zgjidhen në një hall, si ai zotëria që do na vinë më vonë, që ngeli spitaleve më shpretur. Po do ta shikoni, do ta. Po ti kur të bësh deputeta, do kthesh përgjigje të tilla? Me Raku? Ose bëhet fjalë që jo. Jam një djalë shumë I sjellshëm, si mund të mendosh unë, mund të kthej një përgjigje një qytetari të ndershëm ashtu. Kur të jem deputeti I zonës Kolonjës. Nëse. Do ta ruajmë këtë. Ore, me që ishim te këto ndërtimet në zonat e mbrojtura dhe jo për shfrytëzimin e pasurisë së Shqipërisë. Rama tha, pasuritë natyrore të Shqipërisë lakmohen nga Rusia dhe Kina. Ore se dëgjova edhe I taksist kur po vija tani, edhe të sa pallate që po ndërtoheshin realisht, edhe I thashun pra pallate, duhet bën se do t'i blejnë izraelitët të gjitha. Ç'është ky fiksim që kanë njerëzit me Izraelin, se nuk e kuptoj. Po shko se nuk e di këto legjenda që kanë një çik lekta, çifutët e janë kështu, po tani është bërë çik e tmerrshme kjo, gjithë këto teori që e shkon atë pallatin aty. Po kanë marrë nga Jordania, domethënë dikur ne mezi po prisnim more, u bën këto gjërat që do vinë amerikanët, do vinë këta lordët e Anglisë, do hapet leku në Shqipëri, kurse tani po urrëhet kjo. Por si e prisnin njerëzit që këta do vinin edhe thjesht do sillnin lek, normal do marrin një çik breg, do marrin një cop tok, para se unë nuk besoj në këto që do vi Kina tani. Asu. Edhe me Electromagic mos marrin. Ore, Electromagic nuk ma prekin dot mua. Nuk ma kur në botë. Marceli është fansi më I madh I Electromagic. Kështu që dy tharse. Po. Rama e tha që këta I lakmohen, po unë do t'ja jap atyre kujt dua që e ka për Amerikë. Po kështu tha, ne I përkasim kontinentin evropian dhe duhet të zhvillohemi bashkë me Europën. Domethënë çdo gjë e lidhur. Po do na futja se ja, e tha, domethënë për largimin, për ata që mezi po e presin largimin e Ramës. Rama për largimin tha do jap dorëheqjen kur Shqipëria të futet në BE. Domethënë kur ti mbaroj mandati bie. Në 2070. Atëherë mbaroj mandati Ramës e di apo. Nuk e di ky pasioni që kanë këta liderat e partive tona. Po, më thuaj Melis. Mua më bëri përshtypje se e nisi fjalin për aq kohë sa e ndjej zjarrin e pasionit do të qëndroj. Pasioni që I djeg në ije. Në ije quhen këta punë? Domethënë as nuk mundohet të thotë që për aq kohë sa nuk kam arritur të gjitha objektivat që synoj, po për aq kohë sa ndjej pasionin, në narcisizmin e kulmin e vet. Objektivat e Ramës tani për momentin. Me thënë drejtën unë e kam bë. Po këta të BE-s e duan apo se duan? Se tha, nuk po e marr vesh akoma. Çfarë do duket dia do na futi Rama, po me këto trazira s'kur të vështirë po ja bëjmë punën. A ke besim ti që do futemi me Lisë dashur? Besim kam, me thënë drejtën mendoj që do futemi 2030-ën? Për një kohë shumë të largët. Marceli thon 2070-ën. Ka shumë skeptik, domethënë shumica e njerëzve në këtë vend janë skeptik për të futur në BE. Unë nuk e di pse besoj që do futemi, siç e kam thënë. Jam natyrë shpresmadhi. Nuk e di tash ja duhet I atribuohet kryeministrit Rama që
po na futë be, po unë mendoj që Shqipëria do vi momenti, ose do futin në Ukrainë nga këto Po, gjëra. po deri diku edhe ja tribohet, se mendoj që ka mbajtur marrëdhënie të mira me aleatët që duhen për të. Asnjë lloj socialiste. Elbasani po. Ja, Elbasani. Po unë nuk përfaqësohem nga gjithë qyteti. Po ti më ke, jemi agronshaj në ti si Tragrat. Po. Me vërtet po? Po, more. Ore çka bëra agroni grave? Se di. Çfarë u bën grave mora zgjidhja agron? Mora agron. Do ta takoj në protestë do ta pyes. Një nga gjërat që, domethënë, se unë nuk e di Melisa, nuk do të pyes për qëndrimin tënd tani specifikisht. Je kundër Ramës apo jo? Po. Se ti po duhet të thuash je kundër Jo, po. Ramës. Po sigurisht mos e të vrasin me gur, nuk mund të thash edhe unë jam kundër. Po Rama, shko. Ai nëse i jep dorëheqjen do e pas këngës i bëri Luizelli. Mjaft. Mjaft ka qenë ajo e Erion Veliajte? Çfarë i tha lëvizja atëherë? Mjaft e kishte ajo? Po Luizelli. Po pra, dhe prandaj shumë shkrime, pa Nuk e shumë di edhe arkime me që socialistat e. Po nuk e di, është komentuar për herë ky qëndrimi politik i Luizit, që kur ka qenë Big Brother që mbështeste Berishën, pastaj e mori Ramën, po pastaj edhe njeriu ka të drejtë të ndryshojë mendim, edhe Luisi mund ta bëjë këtë gjë. Po sigurisht që mund ta bëjë. Leksat Marceli jo. Thjesht kënga ishte shumë e tmerrshme. Nuk e di se ishte si hip hop. Po, Ishte Luisi duke bërë hip hop. kishte një autotune kështu të tmerrshëm. Nëse do të hedhësh Everin. Nuk e di ajo kënga o Luisi, kujtë më mirë nga ato këngët e Tajnës. Tani unë nuk dua ta zgjas shumë me këtë. Se duhet folur, duhet bërë nga një emision çdo ditë, siç po e bën edhe shefja ime tani. Po kënaqet fort fare, ka gjetur një motiv. Domethënë tani e mban gjallë pilates, tenisi dhe këto lidhje për Ramën. Kurse unë i shkreti kocat flasun, edhe një që dola aty, ma mori frymën Fatma atje. Nuk më lanë të flisën se ç'po thoshin me ligje, me gjëra, u bëra konfuzën. E lash fare, nuk e di një moment kisha humbur aty, po ta shikoni të vite jam këtu. Dhe po mendoja për kujtimet e klasës 4. Do ta gjej, do ta vendos me grafik. Ju të lutem gjeje dhe vendose po më vjen një kuror të vogël anash. Edhe është një lloj lirie që më me pak lek, po whatever. Ja për shembull në këtë situatë, t'ju them unë juve. Ha, me Fatma. Se Nëse unë them ta mbyllim me këtë, kështu duhet kalojmë në Friendly Fire. Sa minuta kemi o Marcel? 7 Wow, shi pas kemi lënë nam. Që mos flasim kot se mërzitet Fevziu pastaj që unë bëj analiza më të forta se politikën. Besoj e kuptuat sa e qartë është situata sot nga kjo që po them unë. Kalojmë me Friendly Fire. Oh.